Një gjykat në Paris e ka shpallur ish-presidentin francez Nicolas Sarkozy fajtor për komplot kriminal, por e ka liruar nga akuzat për korrupsion pasiv dhe përvetësim në financimin e dyshuar libian nga regjimi i Muammar Gaddafit, të fushatës së tij presidenciale të vitit 2007. Kryetaria e trupit gjykues Nathalie Gavarino shpjegoi se ai ishte fajtor për konspiracion kriminal sepse i kishte lejuar bashkëpunëtorët e tij të ngushtë të vepronin me qëllim marrjen e mbështetjes financiare nga regjimi libian. Claude Jean, ish menaxheri i fushatës së Nicolas Sarkozy, është shpallur fajtor për konspiracion kriminal, korrupsion pasiv, ushtrim të ndikimit pasiv, falsifikim dhe përdorim të falsifikimit si dhe pastrim parash të rënduar në rastin e dyshimeve për financim nga Libia. Ish-ministri i Brendshëm Brice Hortefeux u shpall fajtor për komplot kriminal. Ai u ndoi gjithashtu penalisht për bashkëpunim në financimin e paligjshëm të fushatës. Sarkozy, 70 vjeç, është ende në pritje të dënimit, por pritet të jetë në gjendje të largohet nga gjykata i lirë duke apeluar vendimin, gjë që do ta shtynte dënimin deri pas apelit. Sarkozy ka deklaruar vazhdimisht pafajësinë e tij dhe ka pretenduar se është viktimë e një fushate shpifjesh të koordinuar nga aleatët e Gaddafit, pasi ish-presidenti francez udhëhoqi përpjekjet e NATO-s për të rrëzuar diktatorin libian në vitin 2011. Sarkozy konservator ka pasur përplasjet përsëritura me ligjin që kur u largua nga detyra përfshir një rast korrupsioni në cilin ai u shpall fajtor dhe i ka shtruar të gjitha të drejtat e apelit, por çështja libiane përmbante akuza më të rënda dhe dënime më të rënda.